Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës. Demi do bëjmë një mesazh për ju të dashur demër. Juve ju ka dalë gjarpri. Për gjarpri nuk do të thotë vetëm ato arbik, diliqar, ka dhe kuptime tjera që është transformimi. Varet se në çfarë situate gjendeni të dashur. Kjo letër me numrin 3 është një nga më të fuqishmet në aspektin e transformimit personal dhe paralajmërimeve të brendshme. Por, mund të jetë dhe që dikush apo diçka nuk është ashtu siç duket, por kjo është gjithashtu mundësia jote për transformim. Letra gjarpri të fton të dashur demër të ndalosh dhe të vëzhgosh më me kujdes. Diçka në rrethin tënd, një marrëdhënie, një situatë, apo ndoshta një zgjedhje që po bën nuk është plotësisht e sinqert apo e pastër. Mund të ketë manipulim, zili, gënjeshtër, apo thjesht një energji që të tërheq në drejtim të gabuar. Por mos haro, gjarpri nuk është gjithmonë armik. Në shumë tradita ai simbolizon shëndrimin, rigjenerimin dhe fuqinë për të lënë pas të vjetrën për të rilindur në një formë të re të dashur demër. Dhe kjo letër pikërisht këtë të kërkon. Mos të jesh naive, të mos mbyllësh syt, por të shohësh realitetin dhe të bëhesh verzioni më i fortë i vetes. Ndoshta je duke toleruar diçka që e di se nuk është në përputhje me ty, vetëm që të shmangësh konfliktin. Ndoshta ke frikë të përballesh me të vërtetën, por ajo që mohon të shkatron nga brenda, ndërsa ajo që guxon ta shohësh të fuqizon të dashur demër. Pra, mesazhi i kësaj letre është kjo është koha për të pastruar jetën tënde nga gënjeshtrat, qofshin të tjerëve apo të tuat. Dije se pas çdo helmimi vjen një shërim dhe pas çdo gjarpri një lëkurë e re që pret të lindë të dashur demër.